Deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku, e ndaluar nga gazetarët para seancës parlamentare, ka komentuar mbi pozicionin e saj në listën e hapur të Partisë Demokratike për Tiranën. Tabaku tha se pa modesti e meritonte të ishte në listën e mbyllur, por duke u shprehur se ishte një figurë përfaqësuese e kryeqytetit. Isha ndërmend që të bëja reagim fare, por nga që shumë demokratë më kanë shkruar dhe e bëra një reagim. A mendoj unë që e meritoja të isha në listën e mbyllur? Me shumë modesti them që e meritoja, se besoj që jam një figurë përfaqësuese e qytetit Tiranës. Po ç'a mendoj për këtë betejë? Juve më njihni ne bashkë, jemi parë në Partinë Demokratike për vite me radhë dhe e dini që me këtë mënyrën time, ndoshta me pak ngadalë, me qetësi, jo me shumë zhurmë më të bërtitura, unë i kam fituar të gjitha betejat në Partinë Demokratike. I kam fituar gjitha betejat në parlament, do ta fitoj dhe këtë betejë për gjithë demokratët që më votuan primare, për ato 655 zemra demokratësh dhe për të gjithë qytetarët e Tiranës që më kanë shkruar dje dhe më kanë ofruar mbështetje të jashtëzakonshme. E pyetur nëse e shite këtë vendim si një akmarrje të Sali Berishës për mos mbështetjen e saj ndaj tij, Tabaku e mohoi një gjë të tillë, duke theksuar se lista u hartua duke marrë parasysh faktorë të ndryshëm. Partia Demokratike bëri këtë listë për Tiranën duke pas parasysh disa faktor, nuk është se në atë listë ishte ndoshta dikush tjetër që doli më i votuar se mua. Ky ishte një vendim politik i kryesisht. Unë kam pasur një diskutim të gjatë me zotin Berisha për sa i përket listës, edhe kjo ishte një zgjidhje për mua. Po mund ta dim çfarë ju tha? Kur ju dha argument që nuk do jeni në listë? Tashti diskutimet e partisë i lëm te partia. Sot jam këtu edhe në parlament për të folur në ditën e fundit, ashtu siç kam folur çdo ditë, ashtu siç do flas në shtator, se kjo është më e rëndësishmja. Do të vazhdoj, jam e bindur që unë do jem deputete e Parlamentit të Shqipërisë.